T'ja kallëzoj veç një shembull të shkurt. Ne në Shkup atje e kena pas një kojshia, i kojshia ishte kamerman, do thot profesionalisht ka shkapunon mirë. Edhe na ndihmoi ke neve për me i bë montazh derset. Kishme nevojë na për ta shumë. Edhe një ditë për ditëve, pi tham atina ka me shku në haxh, kallëzom, çka po kiqja me trupi haxhit. Ai çetër fe, do thot jo në fen ton. Tha be s'ka nevojë kur gjom me pru këto. Tash ja, unë duhet të pru diçka, po kallëzom ti çka ki dëshirë. Unë tha bëra një penkall bërma. Hajde me këtë që hajde letjetë veç diçka. Edhe unë kum shkua pëton edhe ja kum zgjedh një penkall. Nuk kam rëndësi sa kushton ai penkall, po ja kum gjetë një penkall. Ai ishte do thotë edhe duhanxhi, ka një non apalaç, do thotë për me kall duhanin, ka çtron për me shkrujt. Në çat vjet u patën mitën 300 haxhi. Do thotë, ndoshta keni pas ndëgjuar, çka u bën do thotë një katastrofë do thotë gjujtja e gurdhve atje. Ndërsa ai si kamerman, që ati të lajme, ti kanë dëgjuar ato që kanë vdek ato 300 veta atje. Edhe kur po vjen në pi haxhit, po shkoj edhe pi tham opton lupço që ta kompru penkallën pi haxhit. Kur e mur penkallën, çka tha? Tha, o hoxh, penkalla tha ka plot. Po mu tha po ma ban çefi një sen. Njerëzit vdesin atje, aty s'ke harru me ma ble penkallën. E sa kushton penkalla? Do thot penkalla kushton thojna 5 frank ose 10 frank. Ama gjesti, do thot nuk paguhet me parë. E tash po vetaj mua, çka keni bën atje? Pi tham çështu kena shkuar, kena vizitu filan hoxhin, filan dietarin. Edhe tash pi ja kallëzojën atë materialin që ai komi ngjizu. E kush janë ki? Pi kallëzoj ki, i thash i ditë që ka hadise për mensh edhe çështu. Tha po ki ka enciklopedi e gjallë. Tha masi ka çki njerë çështu, le tha unë tha ka me bë montazh të material. Edhe mur do thot me bë montazh dersin e Abdul Kadir Arnautit rahmetullahi alayh. Të cilin ders do shtaj kemi shi do thot me mia kaseta tina kupton, për një montazhës të cilin e ka bën do thot një jo musliman. Për çka? Për një gjest të vogël, do thot për një gjest të vogël. Ashtu që hedia, dhurata ka ndonjëherë do thot është sebeb për me depërtu në zemrën e dikujna. E ne kemi dëshira për tënë që fjala Allahu dhul Gjelal me depërtu në zemrën e dikujna, për atë arsye pra duhet me shpërblyda një kanë, mi bleda një dhurat që me shku të zemra e tina, që fjala e jote do thot më konë e mbjell taj. Për këtë çështje do thot shembulltyr më e madhe kush është? Është Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ashtu që tregohet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur e ka bën feth Mekën. Ka hinë Mekë dhe ka thonë çaj që kanë në shtëpia vete është i sigurt. Do thot nuk hinë ushtarin në shtëpi me vra. Po desh ke çafir, desh ke mushrik, desh kesh ka ke, do thot ushtari musliman nuk guxon me hije në shtëpinë e danikujna. Pse? Shtëpia është vend sigurie në shariatin e Allahu dhul Xhelal. Masën çka ka thonë? Ka thonë çaj i cili shkon te çabja është i sigurt. Edhe në çabës guxon kur kushtimet prek. Çka do që je, apo këtë. Masën e për mi bon ner. Do thot Ebu Sufjanit, ka thonë edhe çaj që shkon te shtëpia e Ebu Sufjanit edhe ai është i sigurt. Edhe mirë, masi kanë hi do thot ushtarët musliman, ja kanë nis njerëzit që taj me ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ato që nuk janë musliman. Ndërta, a kanë edhe njëri prej sahabeve i cili e ka pas emrin Safvan ibn Umayya. Ki Safvani kur ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë, a ban me dhon ti mua kohë që të shohun a të bona musliman apo mos bona musliman. Ka thonë po, s'ka problem. Thot po 1-2 muaj. Ha? Ka thonë pejgamberi jo 2 muaj, po 4 muaj i ki. Shko me no, sa dush, apo nuk ka problem. Ama në çato ditë, mbasi asos do thot keq lirimi i Mekës, janë nisën muslimanët me shku për Taif. Ki Safvani akon ushtari fort shumë. Ha? Shumë ushtari fort. E ai shka ashtu ushtari fort kur ka do thot lufta e sena nuk mund të bënej të shtëpia. Ka shkuj ka thonë a ban me të vi me juve në luftë. Ama ki mushrik halas nuk ka më musliman. Ka thonë pejgamberi po hajde, masi po ki qef më konë në radhën tona, hajde hin. Do thot ka hije si mushrik në radhën e kujna, në radhën e muslimanëve me shku me luftuar do thot kundra mushrikëve Taifit. Kur kanë shkuar në Taif e kanë çliruar Taifin, edhe kur kanë çliruar Taifin, tregohet në histori islame se muslimanët do thot kanë pas aty ganimete të mëdha shumë. Do thot të ardhurat e luftës të mëdha shumë. E ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Safvanin i cili po i shiqon devet, marakliaj, devet, hayvanat apo këto.
E kur e ka pa opton, i ka thonë, o Safvan, shka e dukshir, ka thonë, po qëtë që të devet, ka thonë, apo të begenisën, po, ka thonë, meri ketë janë tuat. Hala, po e pranu islamën, ki hiq, a për një me, po për një me, meri ketë tuat janë. I ka morë kje dhe i ka nisë për Mekë, me shku opton. Udhës të shku, ja ka nisë me menu. Po ki, mu paskon një njërë shka e donë dunjojnë, edhe shka menon veç për vetë vetin. A mi kishte dhonë këtë deve? S'mi kishte dhonë. Pse mi dha ki mu? Ha, une asë nuk jam musliman. Asë nuk jam da një faktor që une e qlirova. Pse mi dha? Këtë gjesë kush mundet me bo? Mundet me bo vetë qaj shka për një mash pejgamber. Edhe i le deve të ketë, kthehet të mas të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thot, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. Unë po dëshmoj se Zoti është një dhe që ti me të vërtet je pejgamberi Allahut dhul xhelal. E kësi raste në historinë islame ka shumë. Do thot ka raste shka njerëzit kanë shku te populli vet, kanë thonë shkoni te Muhamedi se ai po ju dha edhe nuk po tutke pi fukarallëkit hiç. Ha, shkoni te Muhamedi se ai po ju dha se s'po tutke prej fukarallëkit. Kjo është do thot kush bujaria e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i cili për hatër këtij dinit, për mja përfitu zemrën dikujna, për me shtinë në dinin e Allahut dhul xhelal, çka ka pas ka dhënë. Do thot, jo çka ka pas ka dhënë, po ka pas raste kur ka ardhur njëri i ka trokit te dera, ai ka lip danisen, pejgamberi s'ka pas, ka shku te Omer radiallahu anhu, ka thon, ai hiç që ka çfarë po, birmi tek ne, për çka filani po mi lip. I ka thon Omer, ho i dashmi Zotit, pse pe ngushton vetvetin kur ski? A din kur ski apo këton ski shka ngushton vetvetin. Pejgamberi ka kon çashtu njerëz shka edhe kur s'ka pas e ka ngushtu vetvetin që për mja letue dikujna. Këta veç pejgamberi e ban, që tërkush të thot nuk mundet me ba, putan, që me shku me mor borxh, mi dhonda një kujna për mja letu atina. Ashtu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas edhe një cilësi shka s'mujna na me pasën, ha? Cila është ajo? Që atina të keqit mi bën të mirë, se të mirit se cili i bani mirë, po ati të keqit mi bën të mirë. Njëherë për herave njënin i keq ka ardhën të të afru nga të shpisë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe e ka pa pejgamberi që po vjen, i ka thonë Aishës, oh, po njeri mërzitshëm që janë kje. Dhe me ke po vjen, po është njeri mërzitshëm shumë. Edhe që taj kur ka trokit, i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qush ka qelë derën? E ka qelë derën, ka him rena, i ka bo ikram, halo ma shumë se sa atin veç ka i donë. Dhe thot shumë i ka bo ikram pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mas i ka shkua pëtën, Aisha i ka thonë, ja Rasulullah, pa më thave ti që janë ki njeri i mërzitshëm, po ti qatë shumë i boni i kram, e pëtën, sa që ma shumë se ato shka i donë, ka thonë, oj Aisha, leta është mi boni i kram që atina shka i donë, po zona është mi boni i kram që atina shka se donë, mi boni i kram, për çka? Për hir të Allahut dhul xhelal, që fjala e Allahut me depërtue te zemra e tina. Për këtë çështje pra vëllezër, këto metoda të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, të cilat janë kanë na nevojitën neve, do thot me u furnizu me këto metoda edhe me këto mësime, që këtë din të Allahu dhul xhelal me prezantu te vllaznitë tonë mas pari herë, te ata që jetojnë me neve, që me dash fjalën e Allahu dhul xhelal, që edhe ato mu bon sebeb me hin xhenet, sikur shka kena me hin na inshallah bi idhnillah. Me izin e Allahut dhul xhelal, se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men qala la ilaha illa Allah dakhala al janna, çai i cili thot la ilaha illa Allah ka me hin xhenet. Unë dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Këtë dëshmi jam i sigurt që këtë ju që jeni këtu e dëshmoni se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhul xhelal. Unë dëshmoj se e du Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, të cilën dëshmi mendoj që edhe ju krejt e doni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe lusë Allahun dhul xhelal që amanetin e fundit me najmor me fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, që në xhenet më konë në shoqërinë e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam.